Tani është vërtet, po unë jam transparent. Nuk bëj se ai tjetri që të shkarkoj komandantin e gardës pse infermierët nxjerrin lajmin. Unë një orë, një ditë po pata e problem shtetësor, unë njoftoj publiku. Kisha një gjendje virale e cila kaloi pa asnjë ndërlikim të veçantë. Kjo është. Pra, edhe njerë, dy standarte. U shkarkua komandanti i gardës, në fakt, në aparencë është për këte, se thelbi shkarkimit ti është bota e krimit të ta mirë në vesh. Shpejt, po bëhet investigim. Por ai u shkarkua pikërisht të nesmen e disa procedurave spitalore, në cilat nuk pati asnjë test serios për ato që duhet kishte.